Emrim jeshtë arber hoksha në gjam 23 vjeç, me zipoja dilja në kete lagjete kete banimi në periferit e Korçës. Per momentin, nuk ishte pikerisht a gjokedo të kvazenje gjete per të mburur. Gjepgja me kira një dhomez të vogel në një shtëpi të vjetër, nga të me disheme ke kërsis nin në menyre o gurzeze me zdo habde një banjët e përbashket ke mbante vazhdimisht eren e mikut dhe pelhurave të lageshta. U zvendosa këtu rreth 2 vjet me pare pasi mbarovak gjimnazin, duke ndjekur një fare koncepti të pakartelirje dhe pavarësje, por kryesisht sepse të këndrogja në fshatin tim të vogel malor në veri të vendit, ndihesha sikur po fundosesha nga dale në rerit e gjalle pa asnjë mundësi shpëtimi. Nuk kam asnjë familje ku të mbështetem vërtet. Nena ime vdik nga kanceri kur unë isha me 18 vjeç dhe baba im, ai është dikuar që duke gjetuar jetën e tij, por ne nuk kemi shkembjer fjale prej vitesh. Gjam vetëm unë që përpikem të lundroj në përgjete. Një ditë të veshtire pas qetres. Disa jave me pare, e gjite bota ime u këtje përmbis. Kisha punuar në një punet e këndryeshme si punetor magazin në një kënder shpërndargjeshë në zonën industriale të Korçës. Asgjë mbreselen ese apo magjepsese nga çdo maqe, thjesht transportoja fizikisht kuti kartoni, stivoja paleta druri në formacionet e organizuara dhe siguroja që dergësat e produkteve të niseshin në kohë. Puna ishte absolutisht raskapitese dhe shkaterruese fizikisht, por më bulonte pagesat e kirase si me dhe me mbante larg të keniti. Pastrehe në rrugë. Pastaj, gjatë një turninejt disa malra u zhduken misteriozisht nga depoja, një koleksion mjetesh elektrike dhe një ine me pjese mekanike. Asgjë me vleret e madhe, por mjaftu e shemper të ndezur alarmet të drejtuesit. Menakseri I operacioneve me futin e zyren e tajta e ngushte, duke me informuar se pamjet e kamerave të sigurisë me tregonin duke punuar prane asaj zone gjatë periudhes kohore në fjale. Absolutisht nuk isha une ai ke mora diçka, e dija kete me sigurit e plote. Në fakt, unë kisha kene personi që raportoja aktivitetet e tilla të dishimtate mbike kërësit me pare, por punetoret e të gjere në atë turn, ishin gjashte zakonisht të shpejte për të drejtuar gishtat akuzues në drejtimin tim, dhe me asken të gatshëm të djeshmon të per karakterin apo integritetin tim. Unë u pushova me njëhere. Pa asnjë letër reference apo kompensim, thjesht një mos u mundo të vishme, e prere dhe paga ime I fundit në dore. Kënga ai moment shkaterrues, unë kam kene fjale per fjale duke shkelur asfaltin në kerkim të punes. Atleteve të mjetej vjetra u gjane holluar, rrezik shemshollat nga I gjithe, eksja e vazhdueshme ky kambere. Duke shkuar në kantiren dhe artimi, shtyp shkronja tregtare, restorante të vogla laggjegje. Tuagjet I vendin dhe unë ndoshta kam aplikuaret që. Mbaqke të grumbull të zhubravitur me rizajme të fotokop gjuara në canten tim të shpines se vjetër, të printuara në biblioteken e qytetit në letrën me te lire ke ofronin, se sile të regon të telbesisht të njajtë histori per. Një pregjargjen tim, diplome gimnazi e fituar, përvojë magazin e dokumentuar, I e tur dhe I gatshëm të meso gjaftesi të regja, por që du dere e vetme ku trokas me shprese, ishte saktesisht I njajta rutine frustruese kë perseritet. Nuk po punesoj me aktivisht tani. Do të duhet certifikim specifik për atë pozicion. Do të mbajme pagjeter rezimene tuaj në dosje për shkyrtim në të ardhmen. Përpikem sa me shume të shpjegoj situatën time. Gjam fizikisht I forte dhe I afte. Gjam I besueshem dhe I përpikte. Vaj heret per turne të këndroj deri vone kur është nevoja. Por ata të shtundin koken me mire shelje me një simpati felse të me efikasitet me neksherin nga dera. Ishte sikur, jam bere plotesisht I padukshëm per këtë njerëz, ose ndoshta edhe me kek, sikur ata mund të shohin permes me gjengje etiketet e padukshmete, stampuar në balin tim këtote, nuk javlen reziku per të punësuar. Ate pas ditet e kaktuar, I ftohti I akarte ishte me imprehte se zakonisht per këtë kohë të vitit. Dimri I hershem në Korçë të godetsinje shuplake fizike në fytyre. Agjer I trate këtë termon kek lekuren e ekspozuar. Trite I zbete dhe I dobet djeli kë filtron të permes dhe gev, të resisht të zhveshura të pëmeve,
duke bere ke gjithçka në peizazh të edukej e zbete dhe pangjire, isha në rrugë kyene agim, duke vizituar sistematikisht të pakten gje duzine dikanesh të ndryshme, stomaku im kërciste dhe me dhimte nga braktisja e kelimshme e mengjesit për te kursier disa leke të qmuara. Kembet me dhimnin të meresisht, fluskat të dhimshme po formoheshin në vende ku qorapet e mia të holla ishin grisur plotesisht. U futane kete kafenet të vogel të pavarur, i vendusur në skaj të zones trektare, një vendi kvashtur kafe fjolla, thjesht per të ullur per disa minuta dhe per të lene trupin tim të nëngrohej nga i ftohti. Hapesira e brendshme ishte çuditërisht komode dhe tërheqjese, e mobiluar me karige dhe tavolina druri të ndryshme, dhe aroma e pasur e kokërrave të kafes së sapo bluar rinte rendën e agjer. Nuk kisha mundesi të bligja asgje. Keshtu ke i kërkova me mireshelje personit në banak një gote ugje, duke u shtirur sikur po shfletogja me kujdës me nune, ndërsa me rja frime dhe pushogja kembet. Atëhere, agjo me vurire përfundimisht, grua gjake punon të pas banakut, etiketaj emrit të saj e identifikon të si Elira, me sa dukej me kishte vezguar duke ardhur e shkuar prane dekanit prej disa ditesh. Vleresova se ishte ndoshta në të 30 e hershme bazuar në pamgje, me floke geshtën gjë të tërhekura me efikasitet në një bisht kali praktik. Disa figje të lira i kishin shpetuar, rreth fytyres sikur nuk kishte kohete merrej me pamgjen e saj. Si te saj ishin perceptues dhe inteligente, te atish logjike vezgonin me shume detaje nga sa do të doje ti, por ati rezatonte edhenie në ngrohtesi e vertete, sikur agjo vete kishte kaluar në përveshtiresite e saj në jete. Agjo mbante nje, per parese të thjeshte linoje mbi sinse të zbardura dhe nje kemishe flaneli me kuadrate. Luk levi zurreth hapesiris se punes me ate efikasitet. Të lehte ke zëvillon vetëm nga vitet e kaluara në kembe në punë shërbimi. Agjo reshkitin gje filksan keramikme, avullne si per faken e banakut pa, të ne as nje fjale fillimisht, tjesht u gjete në ksete më nje fetët të hole limoni kë notont në te. Ngrita koken, vertet i befasuar nga gjesti. Nga anajone, ta agjo, zeri i saj i kendrueshëm por vertet i shelshem. Ke kene duke kalkuluar në gite kete blok gjate gite gjaves. Duke kërkuar pune mendoj, une tunda koken i lodur, shume i raskapitur per te pretenduar ndryshe apo per te mbajtur ndonjë fasade. Po humba punën tim të fundit. Vendi i gabuar në kohen e gabuar. Askush nuk eshte i gatshëm të me pune sogjetani. Agjo mbeshtet pakellimisht ne banak, duke fshire duart metodikisht në një peset e banaku. Çfarë logj pune po kërkon? Krisisht pune magazine, por sinkerisht du të pranoj absolutisht që dugje të disponueshme. Ndërtim, shpendargje me makine, çfarë do ke duhet bere. Kam përvojë të dokumentuar, por jo diploma universitare apo certifikata profesionale. Agjo dëgjoj me vëmendje. Vërtet dëgjoj me përkendrim. Jo si me naksheret e punesimit kë shikonin me përbuzgje rezimen e time dhe me gjëhere nuk me dëgjonin fare. Si ta e saj nuk endeshin në perdhome, agjo mbashti veshtrimin tim direkt duke të ndur koken me mire kuptim. Ishte vërtet hera e pare në gjave kë dikush me trashtonte me shume se sa një bezdisje e merzitshme, tingelon vërtet e veshtire, ta agjo përfundimisht. Njerëzit këtu gjane gjashte zakonisht të zgjedur për dokumentet dhe certifikatat, por nëse gje i gatshëm të përveshesh menget me punët e vertete, mund të di diçka. U gjalerova pak, një shkendigje e vogel shprese undez. Gjithmonë i kam kene i gatshëm. Agjo ndaloj me mendim, pastaj mori një blok të vogel shenimesh, duke shkruar diçka me shkrim të pastër. Babai im drejton një punisht të druri në periferi të kitetit, puni me druri artistike gjergji. Ai ankohet vazhdimisht se i duhet ndihme me detyrat e pastrimit, transportimin e lëndës së pare, gjërat e tilla. Nuk reklamohet publikisht dhe ai është një shef gjashtë zakonisht i veshtire për të punuar me te, por nëse shfaqesh të demonstron se mund të punosh fort, ndoshta mund të gjapen gjej shans, pa premtajme me gjithate. Agjo shkeputi shenimin dhe madamua. Adresa ishte shkruar me shkrim të saktë dhe të rregullt. Rruga Lisa të Vjetir.
Numër 470 di, vetëm disa kilometra jashtë qytetit kryesor, e shikoja me vëmendje, duke nxjerrë një shkëndijë të diçka që nuk e kisha provuar prej ditësh. Ndoshta shprese, ose të paktën mundesi. Pse po më tua kete, ti as nuk e dikush gjam une. Elira ngriti supet pakelimisht, një buzekeshgje e vogël, sinkerte I ter hoki qepat e buzeve. Kam pare mgjaft njerëz si ti të vishnë në kete punishte. Ndonjëherë mgjafton vetëm një dere te hapet pak. Plus, dukesh sikur vërtet të duhet një pushim nga veshtiresja. E futa me kushtes shenimin në kshep, gishtat e mia preken teksturën e ashpert e letres. Faleminderit shume, vërtet e kam fjalen. Ajo largui mirengjo time me perbuzje, vetëm sigurohu kjo te vish heret. Babai im absolutisht e uren vonesen. Ndërsa do la perseri në te ftotin teres, me eren kë me godiste me forse jaken. Ajo kopes e vogël letrën diheshme, e rende dhe me do me tenese se e gjite santajme e shpines plot me rezimet e pardobishme. Per here te pare ke kuru pushova nga puna ne depo. Nuk ndihesha plotësisht I izoluar dhe vetëm ne kete qytet të ngriri. Dili pozitej me poshte drejt horizontit, duke hedur hije te gjata dramatikën e per trotuare, por disi I ftoti nuk me pikonte me ak fort. U kteva ne domentim me kira, absolutisht I vendosur të shkojane te punishte drurine agimte në sermen. Nuk e kisha idene se agjo veprim, I thjeshta miresi e nganjane panjo hurishte gatite me fuste në diçka, shume me te madese një puna. Një vente verte te kute beja pjese, një kelimi, dhe ndoshta edhe një familje ke nuk e kisha pritur kure të gjegja. Mengjesi ne sermerdi me shpejtësi sa kisha parashikuar. Uzgjova shume para agimit, I ftoti ja kërte dhe pertonte papushim permes mureve të hollat e dhomesime me kira, sikur po perpike e kelimisht të me kuj tonte, sa e brishte dhe e pasigurt ndihej gjithë qka në gjeten tim. Sperkata ugjet e ftohte akull në fityre nga lavamani I banjos. Veshak shupin tim ke ishte ende I ngurte dhe I kripur nga gjersa e tare e gjeshme, dhe futa te kopeste smuar letre në kshep per siguri. Puni me druri artistike Gjergji, rruga Lisat e Vjeter, numër 470 di. Vendën do gja ishte disa kilometra larg qytetit, shume larg perç do shërbim autobusi në kete ore të hershme të mengjesit, kështu ke nuk kisha zgjidhje tjetër veç se të eqa gjithë distancen. Ajri ishte I fresket dhe teres, prima kërciste karte në në atletet e mia të vjetra ndërsa kalogja në per rruget e ketate lagjes. Dritat e rrugës fikën njën nga njën ndërsa afrohej agimi, dhe kili gradualisht kaloi nga e zeza e telenen gjegrit e zbete. Frajma ime formonte të dukshme mjegule para megje, por une vazdova të ekqa papushim. Inksitur nga agjo figje e holle mundesi ke me kishte dhene e lira. Deri në momentin kur arritane skaj të kitetit, dieli sapo po filonte të shfakesh mbaj horizontin e larges, duke hedur hiqet të gjata në rrugen e papaster. Struktura e punishtes shfakesh permes mgjegulles, se mengjesit si diçka nga nje e poke qeter, nje ndërtese e shtrire me qati prej lamarin e te valezuar. Veshje drurit e vjetruar dhe pirgje masive lende drurit e grumbulluara per parasik gigante të harruar keflinin. Aroma e talashit rinte rende në agjer, duke u perzir me eren e mprete të pishes dhe vajit të makines. Veglate ndryshme varnin në tabelat me kunja pergja të murit të gjashtem, dhe une dhe gjoja gjurmen e dobet mekanike të një generatori kë punon të brenda. Kjo nuk ishte ndonjë operacion fabrike modern ilustruar, duke shin si nje vend autentik ku gjerat beheshin teresisht me dore. Ku gabimet do të toshin të filogje plotesisht nga e para. Ju safrova deres se hapur me kushdes, zemraj me rite shume me force sa duhet. Nje burre me shpatullat e gjera, me floke griti argenta, dhe një veshtrim absolutisht serios, ishte tashme I pranishem duke fshire metodikisht nje tavoline pune. A ingriti koken desa une u shfak, sita e tigjeu gushtuan sikur po vlereson të kritikament një kope druri potencialisht me te meta. Ti e gjali kë dergoj e lira, pieti ai me zete ashper, zeri tash natir shem I mbushur me atë logj autoriteti kë nuk kërkonte riche volumi per te terhekur vemengje të mengje hershme, pozoteri, arber hoxa,
Ajo përmendi se mund të gjuduhet ndihme me pastrimin dhe transportimin e materialeve. A I drejtoj shpinen duke krikezuar krahet e tij muskulozembik gjoksin e tij tegjere. Gjergj Mertiri, keshtu tregon të tabela e zbehte e pikturuar me dore mbidere dhe I përshtatej në mënyre të përkryer. Ndoshta në të pesed gjetat e vona me duar të renda me kalep dhe nje fytyre të gdendur me vigja nga vite pjune të veshtire fizike. Eli raflet shume në nga njëhere. Kjo nuk eshte pune bamiresi që drejtoj une ketu. Nuk punesoj që duke kalon ne atedere. Nise gabon gje larguar me njëhere. Nuk gjepen shanset e dita. E kuptoj plotesisht. Tashe une duke e takuar veshtrimin e ti intensiv direkt. Nuk kam frike nga puna e veshtire. Vetëm me gjepni një shans të dëshmoj. A I gerju me përbuzje, duke mare njef shese ke duke se kishte paredit e shume me të mira. Më gjime të konsumuara me doreze te tjede te ashpan. Fillu me fshirgjen e dishemse, se do grimse tallash, se do gozde apo vida I lira. Nëse gjej një e gje gjashte vendit kur ta inspektoj, mosu mundo te vishme neser. A I madhaf shesend he uktje me njëhere, duke ndezur njëj sarre tavoline pa as njëj fjallet gjeter udhezimi. U futane pune me njëhere pa hezitim. Brenda punishte sishte njëj remugje absolute. Pluhurimet drurim bulonte absolutisht gjithska. Kopeza metalit e shperndara në per si perfake si konfeti metalik. Njolla vazhi të shperndara në dishemene e betonit. Fshigja metodikisht dhe sistematikisht, duke filluar nga koshgja e pasme dhe duke punuar drejt hirgjes. Krahet me digjnin nga dimgja pasore separe, por una e ka perseva shketesmin, duke u perkullur vazhdimisht per të mbledhur vidat e humbura, dhe duke fshire tavolinat me njeleke ke gjeta ati prane. Punetoret e gjere, tre burrat e moshuar me kemisha flaneli dhe cizmet e renda pjune, me shikonin here pas here, por nuk të ne shume. Njeri murmuriti diçka nën frajme per nje gjale që teri pa per vogje kesto të rezistogje. Por une e njërova kellimisht, duke u përkendruar intensivisht në detire. Gjergji karkulon të here pas here, cizmet e tij kersisnin në dishem, por a I nuk bente as një koment. A gjo heshtje e renden dihej me shtipese sesh du kritike ke mund të ishte. Në mes dite, shpinajme me dimtet me resisht, dhe duart me ishin skukur nga mbasgja e dorizes se efshesez. Fluska të dimshme po formoheshin ne pellembet e mia të ati logji ke pikojnë fort me qdo levizje. Nuk kisha ngrene as gjeke nga nata e kaluar, dhe uria me brente vazhdimisht, por une nuk ndalova se punuari apo kerkovan gjë pushim. Atëhere u shfak pa apritur e lajra, duke mbajtur një kese letër dhe një termos. Ajo duke ndryshe ketu larg kafenese, ende me përparesën e sajt nga puna, por me një praktikitet ke përputej në mënyre të përkryer me mjedisin I punishtes. Bishti I kalit I lekëndejn dersa ajo hynte, duke shmangur me shkat të sinje pirk dera sash, duket se po mbigjeton deri tani, tha ajo duke vendosur kesën në një tavoline relativisht të pastër. Sola dreke, babi nuk beson të pushimet, por të gjiteve u duhet energji per të funksionuar. Fshiva balin me menge, vërtet I befasuar. Nuk kishte nevoje ta beje, faleminderit me gjitate. Ajo ngriti supet pakelemisht, duke zbertjer një sanduis të mbeshqele me leter alumini të duke derdur kafe me avull nga termosi. Dita e pare eshte gjithmone me I kekja. Askush nuk e ka fshire kur e kete ven pëngjola në diten e pare. Deshte testi I tij per te pare se prej qfare gjë bere, për po e qenë miri. Vazhdu keshtu dhe ajdu të vere gjë eventualisht. Ullën e nje arket e përëmbisur, duke kafshuar me uri sanduisin. Sanduis me prosciutete gjate, I teshte porke godiste vendin e menyre të përkryer. Kafgja me ngrohu nga brenda, duke larguar të eftotin e mengjësit këme ishte fytyrën e kokka. E lira kendroj ati, duke u me beshte tër pakelimisht nëngje, shtile mbeshte tajse. Prap se pikerisht korqa, nuk tingelon sikur gjë nga ketu fillimisht. Me duhej një ndryshim pejzajhi, thashe une mes kafshatave. Nje fshati vogel malor ne verite vendit, nuk kishti asgje atje per muame. Mendova se kyteti mund të ofronte me shume mundesi, por
Unë ndalova duke treguar robat e mia te pluhurosura dhe te çrregullta. Ajo të ndikoken si te e saj tregonin mire kuptim. Babi eshte injeshti. Ndërto i gjithë ke te vend nga zgjedja pasiv dik mami. A i eshte i ashper me njerezit sepse gjeta ka kene i ashper me te. Por a i eshte i drejtene tel pasit i fitosh respektin e ti. Folem pak me shume per historine e punishtes. Si Gjergji specializohej në mobilgje me porosi, ato ljoj ke njerezit u detonin me ore te teraperto. Bisedan di hegje lehtede naturale, sikur ajo nuk po ishte thjeshte sjelshme. Kur mbarova se ngreni, u ngrita duke fshiret herimet nga duart. Me mire te këtehem në pune para se e te mendogje se po dëmbelosëm. Elira buzekeshin ngrotësisht duke paketuar termosin. Kendro fort, shihemi. Pas diqjas gati pafundësisht, fshigja njollat e vajit me nje furset e forte derisa gjungjet me dimrin nga gjungjezimi, mblodha veglat e shperndara nga koshit e ndryshme dhe organizova raftet ke nuk ishin prekur prej muash, ne kohene mbilgjes. Dieli ishte pozicionuar ulet në kiel, duke pikturuar brendesine e punishtes në nuansa portokali. Gjergji e qi në përgjite di shemeni, duke inspektuar çdo centimetër me kushdes. Agjun dal në një koshe ke kisha hambur me heret në he gozda e vet me shkelkente në një tavoline. Stomaku i mu shtrenguan nga Afrika, por a i tjeshte mori e futi në shepde gerju. Zho kek per një ditete pare, behu ketu në ser në shtate pa diskutim. Unë tunda koken, letesimi me pushtoj, si një vale e fukishme. Pozoteri, faleminderit per mundesini. A i me largue me dore me per buje, tash me duke u këtir per të mbilur ndërteze. Ndërsa eqja per seri në atë rrugët të papaster, raskapitja me goditi fort dhe shpejsht, trupi im kërkon të pushim. Duart me dimlin këmbet e mbuluara me fluska, por në ngjite atë dimgje fizike kishte diska qeter të pranishme. Një kenakesi e kete, kisha fituar një dite qeter ketu, dhe per here të pare në gjave, ndihesha sikur mund të begja pjesë diku, edhe nëse ishte thjesht fshirgja e dishemeve në punishte te vjeter me pluhur, nuk e kisha ide nëse ishte vetem fillimi i diçka gjeshume me të madhe. Ditet gradualisht u shkrine në gjave, se qila prej tyre duke filluar me tenjajten eqgje në rrugën e papaster. Kerqitja e gjavorit në qizmet e mja u beak e njohur së ragjet e zemres si me. Shfakesha në puni me druri artistike Gjergji, para se të linte djeli plotësisht, mjegulla e mengjesit e ndengjitej në përgjet e lendes drusore sinje, batanije e bute. Gjergji gerinte një forme për shëndetjegje, nëse mund të kwaje keshtu, dhe une hidesha men gjehere ne pune, që me tjesht fshirgja e dishemeve. A i kishte filluar të me hitte punet e ndryshme, duke testuar u gjerat për te pare se qfare mund të beja, stivogja të derësa si pas madhesize, toshte a i ose vajimente shat ne atë dërejagje. Mesova shpejt, duke pare me kushdes gjemte e qere, duke imituar levizjet e tyre derisa i begja teknikat si që duhet. Gabimen dodhen here pas here, njëhere stivova logjin, e gabuar të drurit dhe Gjergji me bertiti të rifillogja gjithë gjene. Por une nuk argumentova apo bera justifikime, thjeshti regullova me njëhere dhe a i vazhdon të patene as nje fjale që therë. Punishtjan dihej me paksi një fushe betejëtani, punetoret e moshuar, James i luan me filksanin e tiz të i perhirshem të i kafese dhe bardhil, i sili fishkelen të vazhdimisht kenge populor të vjetra, filluan të tunin koken në shenje miren gjogje gjekur, heja qdo mengjes. Luan magje me tregoj si tem pregja si që duhet një daltenje pas dite, duke murmuritur, mos e ler Gjergjin të te shohe duke i prishur veglat, ose do të te marre koken. Nuk ishte ende mikesi, por ishte diçka ke i nëngjante pranimit, po dashmoja se nuk po kalogja thjesht perkohesisht. Gjergji me gjith hate, bete nje mister, a i me vezgonte nga ana qeter edhomis, me krahet krikezuar sikur po priste ke une te gaboja. Por here pas here, e kapja duke shpjeguar diçka pa e petur une fare, se që ishte si te leksogje vgjezimin nenje kopeli si per te shmangur cargjet. Druri kanë gje histori, toshte ajmizit e ashper. Degjoje me kushdes ose du të te kundeshtoje në qdo hap. Une tunda koken duke titur qdo fjale. Dhe hesha në puna,
Elira u be drita e kendrueshme ne ato ore tek gjata ras kapitese. A gjovinte ne punishte di here në gjave, gjithmonë me diçka të vogël, nxje termos kafezhe, nxje kese me biskota shtapje, ose tesh një valezim të shpejtë dore nga dera. Nxje dite, a gjo me dhanjë shenim të palosur, zheme I forte se sa mendon. Vazhdo, e futa ne kshep si një hajmali, duke e leksuar gjate pushimeve kur muskusht e mi bertisnin ne proteste. Flisnim kur gjerat nga dale soheshin, duke u ullur ne arkat prapa punishtes në ndeget e zhveshurat e ngjelisit e vjeter. Une I tregon gjaper në nën time, si me lekson të histori para gjumit derisa u semur. Si I kisha premtuar vetes se do të begja diçka me gjetin time per hirte I saj. Ajo besonte tek une kur askush tjetër nuk besonte, tosha une duke pare token. Elira degjonte me vemendje, si te e saj te bute, pastaj ndante kopeza te sajat, babika kene gjite bota ime ke kur vdik mami, refeu agjon jembremgje ndersa djeli poziteju let. Por ai eshte ak, ingullitur në zakonet e tij, mendon se di gjithmone se çfare eshte me e mira per mua. Une dua te hap ngjelu leshita se një ditë, diçka të bukur dhe tek gjalle, por ai tote se eshte një rrezik financiar shumë I madh. Zeri I saj ndalonte dhe une shihja vetmine etje, të fshehur pas buzekeshjes se saj. Ato bisedana afruan pa asnjërin prej neshte dhe tiron të gje. Një pas një dite ras kapitese duke transportuar plakatere nda arre. Une këndrova deri vone per te mbaruar organizimin I rafteve te. Veglave siç duhet. Elira u shfak papritur, duke mbajtur një kutit e vogel. Gjeta kete në gjerat e vjetrat e babit, tha ajo, duke e hapur per të zbuluar një fotografit e vjeterte në nes se saj, të rrede duke keshur në një kopsht. Korniza eshte tyrë, mendon se mund të regulosh per mua, une të nda koken, duk e mare me kushdes, kisha mesuar mjaftu e shembazat deri atehere sa te dijasi. Gjate ores qeter, une lemuar një kopes pishe, ma gjadi here, dhe e goshdova me kushdes, e të eshte pore forte. Kuria këteva gishtat I saj preken temi ta, duke këndruar vetem një sekonde. Ishte perfekte, peshperiti agjo, si te I saj shkelkenin. Askush nuk ka bere kurre diskata tile per mua. Gjeva një ngrotesi kë me pushtoj, gjo vetem nga komplimenti, por nga te parit e saj duke shkelker ashtu. Gjergji duhet ta kete pare kornizen e mbaruar me vone sepse ditan që teraj nuk me kaktoj puna krahu. Në vend të ke saj, ai me të rite tavolina kryesore e pjunes. Shikogje kete me kushdes, ta I duke demonstruar si te priste bashkimet me bishtalendi shegje per një sirtar. Ishte hera e pare ke me mesonte direkt. Pabertitur urdhra, tjesht hapate durueshem. Une e imitova ate, duke gabuar prergjen e pare, por ai nuk me bertiti. Provo per seri, me ngadale kete here, ne fund e bera siç duhet, ti ai me kapinë shpatul, e shkurter, por e vertite, mjaft mire, erdi dita e pagjes. Paga ime e pare, e vertite. Gjergji me dazarfin pa buzhe, por ndihej si arne duarte mia. Jo vetëm para te mjaftueshem per të mbuluar, kirane dëngje vakte në ngrote, por peshaj të fituarit me te vertiti. I numerova para te di herën e domen time atenati, pastaj shkova në restorantine lages per një hamburger, duke u ngjere si një burre me një pozicion të vertete në gjete. Elira me shkroj me vone, darka në shtepin e time, babi eshte gjashte, shkova në shtepizen e saj të vogel pas punishtes, me nerva kegu me zhinin, ajo me përshëndetine dere me një pulover të bute, shtepia mbante e repule të bjekur dhe e reza. Hengrem në tavolinën e kuzhines së saj, kirinj ke vezullonin, duke folur me telese me pare. Ju hapa per pushimin nga puna në depo, si me kishte gjegur të akuzuar paprova. Me berit të pjesja nese I avlenta me besohet fare, pranova une. Ajo shtriu doren, duke me prekur timen. Per mua, I avlen, ai prek që mbeti me mua, e ngrote dhe e kendrueshme, shume kohe pasi u largova. Dersa gjavet kalonin, une nuk isha me tjesht gjali I ri. Gjergji filuita me besonte me punime per klientet, lemuar tavolina, montuar karigje. Një dite, ai magje me la të dergogja një stol me porosite një familje lokale, dhe falendrimet e tyre ndiheshin si temjat per ti pranuar. Punishtja u be rutine,
Zhurma e sharrez, ritmi i goditjeve me qekiq, kenakesja e keteje të parit të drurit të papërpunuar të këtehej në diçka të dobishme. Dhe e lira, ajo ishte pjesa e papritur. Bisedat tona u këtjene shetishe rreth prones, krahu i saj duke prekurtimin, të keshura, ke jehonin me spemeve. Kuptova se ajo nuk ishte thjesht e sjelshme. Ajo ishte e forte, duke mbartur endrat të dishimet e saj me hir. Per heret e pare, ndihesha i pare gjo si një endakak, por si dikush ke kishte rendasi. Nuk e kisha idene se ajo tërhek që mesnesh ishte gati të provon të gjithë qka ke kisha ndërtuar ketu. Ndërsa gjavetu këtjene një muaj tërhek gjames e lires dhe me gje ube me e forte, si vijezimi në një kope druri ke zbulonte veten shtrese pas shtrese. Vjedni momente pas mbiljes, duke u ullur në shkallet e pas me të punishtes, duke pare dielin të zhitet pas pëmeve të zveshura, frime margjet tona duke u perzir në ajrin e ftohte. Dora e saj du të prekte time në ndirësa ajo me jepte një filksen qajit e në ksete, ose ajo du të mbeshtes të kokene, shpatulen të im gjate në të keshur të kete. Nuk ishte e ngutshme. Ndihesh në tirale, sikur të di kishim pritur per diçka të vertit e pa editur. Nje mbremgje, ndersa i gjet filluan të shfakeshin në muzgë. Ajo u kthie nga unë dhe tha, ti e ben keteve në të ndihet me pak si thesht pune. Nuk digja si ti për gjigjesha, keshtu ke thesht i shtrengova duren, duke ngjere ngrohtesin e te kalonte për mes të ftohtit, por jo gjithçka ishte ikete. Fillova të verja veshtrimet e gjergjit, me të mprehta, me të shpeshta. Aina kapte duke folur prane pirgjeve të lendes drusore, në fulla i shtrengohej para si tek të hej. Në fillim e ngjorova si një shelje mbrojtës, por kjo ndryshoj një nate. E lira dhe une ishim në verande pas orarit. Të keshurat e saj gjehonin ndër saune tregonjane e historit e sudishme nga depojane kohet e vjetra. Dera kersiti dhe gjaku ishte aj, i siluetuar nga drita e brendshme. Fytyra i ju e resua, syta i kalonin mes nesh sikur të kishte hire në diçka të ndaluar. Ai nuk tha asnjë fjale, thjesht mori kutine e veglave dhe shkoi te kamioni i tij, duke më billur deren me forcë se sa ishte e nevojshme. Eli rapsheretiu, puzekesh gjaj sa gjuzbe, ai eshte i vjetër në mendime, nuk i pel kajne ndryshimet. Me ngjesin që tërë, ajrine punishte ndihej me i rende. Gjergji po priste kur arrita, shprehja e tij sigur i gdendur. Kemi një ngarke se të plote sot, ta ai, duke treguar një pirg të e lartë lende drusorit e fresket nga shareng sieresha, zvendoze të gjitën në kasolën e pasme, ndaje si pas lojit të gjatesise, dhe ndërsa gjë atje pestroje makinerin e lemuar, është e blokuar. Ishte difishi ngarkese se zakonshme, pa pushime të nënkuptuara, une tunda koken duke perveshur menget, por ndërsa transportoja derasen e pari të rende, njevasite e ti ke me shponin. Gjemte e qere shkembjen veshtrime, por mbajten kokat ullur. Në mesdite krahet e mi ishin kshelatine, gjersa me kishte lagur kemishin pavarësisht nga brima gjashti. Luan me ter hoki menjane gjate një pushimi per ugje. Nje keshile gjale, këndro larg vajzes se shefit, ai ka larguar me shume se një gjale siti. Fshiva ballin, duke u shtirur se nuk me pikonte, nuk eshte ashtu, murmurita une, por edhe une e digje ke ishte. Presioni unë gjertua si një stuhi, gjergjishtonte me shume pune, regulonte makinate blokuara, lemuar derasa pa fund, ma gje edhe bente pune në kytet pa kamion, duke me detiruar te transportuja furnizime në kembe, ai kritikonte që do gjete vogel. Ajo kope eshte prere gabim, beje perseri, palavderim qesht pritshmeri te rritura, peshperitjet nga ekipi nuk ndihmonin. Ai pote teston, por nese behet fjale per eliren, ke mbaruar. Une vazhdova, duke ardhur me heret, duke kendruar me vone, duarte mia me kalepe, me te trashe dita dites. Flus ka tu ksjen në plagje, por une nuk u ankova, kjo puna, ki vend, du të toshte me shume se tjesht një pagje. Tani ishte prove ke mund të zigjaven diku.
Pastaj erdhi pika e tjergjës, ishte ngjë e premte, punishtja gume gjente me një porosi urgjente per dolape me porosi, Gjergji me kishte venet e përgatisja material, të ne në eksitimin tim i raskapitur nga ngarkesat shtese, mora atte ke mendova se ishte lis i mbetur. I kalova në per makinerine i lemuar per ta zbutur, por ne mes te procesit makina u ankua de pashe demin. Një gervishtje i të lene si përfake, duke prishur vigjezimin, stomaku i mu shtrengua. Gjo nuk ishte thjesht një derase. Ishte një plake raleare me figuri, i eret de me dridha, nga ato ke Gjergji i mbante mengjane per pjesit e vesanta, i kisha pare ateta trajtonte një here, duke përmendur se ishte nga njëpe me ke e kishte dashur grua gja, e ti gjen gjere, nje mbetqe per diçka personale. Agjes buloj pak minuta me vone. Çfare drekin bere. Zeri i ti gumezhiti ne per punishte, fytyra i kukin dersa i utur drejt meje. Gjemte i qerengrine, veglat ndaluan ne mes televizjes. Ajo ishte e pas e vendesueshme. Mendon se mund të maresht dugje. Nëse nuk mund të besh kushdes dil tani. Une kendrova atje, zemra me rihte, makineria e lemuar ende gumezhin të pas meje. Me i falni zoteri, mendova se ishte mbetqe, me i lini të reguloj, mund të lemoj, të rifreskoj. Por ai me largoj me dore duke u këtir sikur une isha asgje, thjesht shko, ketu kemi mbaruar. Une nuk u largova, në vend të kesaj, kendrova pasi të gjithe kishin mbaruar punën, punishtja bosh dhe me gjehone. Ne ndritate ashpra fluoreshente, punova gjate gjithë nates, duk lemuar gervishtjen me dore, shtrese pas shtrese, deri sa gishtat e mik gjakosen nga gervishtja. Druri me kunder shtonte, por une vazhdova, duke aplikuar vaj per te këtjer shkelkimin, duk bashkuar ate ke kisha tjer. Rreth mes nates dera kersiti, e lira e mbesht gjele me nje palto me si te zgurduluar. Cifare po ben ke tu, babi tha, a gjo ndaloj kur pa dera sen, a gjo ull prane meje, duke me mare butesisht doren per te mbesht gjele predgjet me njeleken nga tavolina. Nuk ishte nevoje të begje kete vetem, prekja i sagjishte e bute, duke me kete suar ndersa unë shpjegova gabimin. Nuk mund të largohesha thjesht, ki vend ti de baba e jet me dane një shans. Nuk do të hed poshta. Ne u ulemat që në këtesi, a gjo me lidh të duart ndërsa une perfundova riparimin, a gjo nuk i zbuti situatin. E i ka frike arber, se po hambet kontrolin, se une do të lendohem, por ti nuk gjësite qërej, i pashe ati peshe e gjise kesaj me rambi supe, ndoshta e i kate drejte, une gjam djeshtne gjale, pa askje per të ofruar. A gjo tundi koken si te i sajte e gjerë, ti ofro me shume se sadi, zemra gjote guksimi it, gjo eshte a gjo ke karendesi. Në agim dhe rasa shkelkente, gervishtja potwajse i padukshme, e lashen e tavolinen e gjerg gjit me nje shenim. Regullova qfare munda, me i falni per seri. I raskapitur, u ktheva zvarre në shtepi, i pasigurt nese do te mjaftonte, por atenate, duke u përbalur me zemerimin e ti koke me koke, diska ndrej shoj të kune. Nje vendos me rike nuk e kisha njëre me pare, nuk po i këgjami, që fare duke të vinte me pa, do te kendro gja në vendin tim. Ditet pas asaj natën e punishtë ndiheshin në ndryshi, si kur agjri ishte pastruar pas një stuhi. U shfaka mengjesin që tirë, gjisme duke pritur ke gjergji teme gjepte letrat e largimit, por ajt eshtë tundi koken drajt tavolinës se punes. Kemi një raft per te montuar, mendon se mund të besh, as një përmendje idera se arres, as një inat në zerin e tij, u futa në pune duke bashkuar kornizen me bashkimet me bish dalen dishe gjeke me kishte me suar, duart e mia të fashuara ende te dimshme, por te kendrueshme. Gervishtjen në aren e kisha shpetuar me mire se sa mendogja. Gjergji e kishte lene gjashte, të vajosur dhe shkel kese si nje miratim i heshtur. Ishte mes dita kur ndodhi,
punishtja gumezinte me ritmin e zakonshëm, sharrat gjurmonin që kiqet trokisnin. Gjergji po zvendoste një derase të rende si per kokes, duke e balansuar në nje kale sharri kur kemba i reshkiti, në nje të lash, të lirshem. Derrasa u tënd pas tajra. Koha unë gadale sua, unë le shova vegla deju hodhane per dhome, duke kapur buzen pikerisht ne kohe per ta shtyre mengjane. A gjora në disheme me një zurme ke gjehoj, por Gjergji kendroj në kembe, duke u këtjer pas murit. Punishtja u bekrej të sishte kete, veglat ngrinen e mes televizjes, luan de bardil shikonin me si te zgurduluar. Gjergji u drejtua, duke mare frime rende, fityra e tij e zbehten në flokete argjende. Aj me pa, gjo me zemerim, po me dikka me te telle, si miren gjogje e perzier me befasi. Sa po me shpetove koken, murmuriti ai, duke me kapur doren në shpatull. A gjo kendroj ati i rende dhe e vertete, ate mbremzhe gjerat ndrishuan përfundimisht, e lira me shkrojta vigja, gjone shtepizene saj, por në shtepine kriesore ku gjeton të Gjergji. Arritaj nervozuar, duke trokitur nederen e vjetruar. A gjo e hapi, duke me tere kur brenda me neqe buzekeshqe ki largoj dishimet. Kuzhina mbante e retave me mishvici dhe buket të fresket, kirin gjike vezuloni në tavolinen e shtruar per tre. Gjergji ishte ullur tashme, duke derdhur kafe. Ullu, da aji pa asnje tekste ashper në zerin e tij. Hengram ne ketesi relative ne film, zurma e piruneve mbushi hapesiren. Pastaj, në mes të vaktit a vendosi filksanin dhe me padrajt. Kam kene i ashper me ty arber. Mendova se ishe si te qiret. I ri i trazuar ketu per nje fitim të shpejte apo diçka qeter. Syte i tish kaluan të e lira pasta juktjen. Por ti me dhe shmove të kunderten, duke kendruar, duke reguluar remugjat e tua, magje duke shpetuar një plak budalla si unë sot. Kjo nuk eshte e zakonshme. Unë e geltita i pasigur qfare të tosha. Unë të eshdua të bejgj gene e duhur per kete vend zoteri, per të digju. A i tundi koken, duke shtrire doren në nje sirtar dhe duke nekshërengje sakete të vjeter puni. Shins i zbardur me kopeza në berila nga vite perdorimi. Kjo ishte imgja kur fillova, vishje. Dimri po vjen fort, e mora, pel hura e ashper por e ngrote si pranimi imbeshqele në pel hure. Tani e tuqe, ti e familje ketu, nuk ka me nevoje të deshmosh veten. Dora e elires gjeti timen nën tavoline, gishtate sa gjun dërthuren hapur. Nuk kishte me fshehqe, gjate gjaveve në vijim, gjithshka u hap, a gjo nuk u terhok duke me kapur doren para Gjergjit ndersa, shetisnim në obor ose duke u afruar per një putjet e shpejte lamtumire pas drekes. Në pikturuam tabelen e punishtes bashke një fund gjave, duke keshur ndersa pikat e kuke na pikturonin fitajrat. Gjergji na shihte nga veranda me një gjizme buzekeshqe të rale. A i fillojte me meson të gjerat me të imta. Gdengjen e detajeve në koka krevatesh, per shtagjen e vijezimeve per bashkimet e panderprera, me gje edhe trajtimin e klienteve të veshtirej, kjo ishte per familjen e milajve, bejgje të shkelkegje, toshte ai duke me besuar me detyren kriesore. Dhe një natem bibire në domen indengjes, a ndau histori per nenen i elires, si kishte mbjelle lisina ti prapa si punishtja ishte edhe endra e sagje. A gjodute ti kishte pelkjer, dhe a i ketesisht. Ndihej sikura me kishte dhenën gjë celes për buten e tyre. Elira dhe uneu të luam me shume në ato momente. Vjednim shetitje ne, kujtet per pazare, koka e saj ne, shpatulen timen dersa flisnim per të ardmen, idegja e lule shiteses se saj po lule zonte ne plane, une ndoshta do te, merja me shume per gjegjesin e punishte. Në tende në punishtes një mbremje, talla shi rotullohej në fillad, a gjo umbeshtet të kune. Nga a gjo kopes letre në kete, peshperiti a gjo, ti gje gjithë qkatani, duke e pareate dhe Gjergjin, familjen tim të improvizuar, in gjeva, per katesine, ate logjke nuk kisha, menduar kure se do ta fitogja. Dritat në punishte kendruan, ndë zur me gjate ato në te. Gjo vetem nga lambat, por nga zemrat ke gjeten rrugën e tire drejt shtepise. Emrim jesh të arber hoksha, në gjam 23 vjeç, me zipoja dilja në kete.